10 ditë me radhë, pejgamberi alayhis salam do të thrasi në rrugën e Zotit tij. Sa vet e pranuan atë? Sa vet e pranuan thirrjen e më të mirit njerëzimit? Asnjë person nuk do ta pranonte thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, jo që nuk e pranuan. Mirë po, banorët e Taifit do të nxjerrin në rrugë fëmijët e vegjël, të cilët do ta godisnin Muhamedit alayhis salam me gur, derisa pejgamberi i Zotit, më i miri i njerëzimit, do të përgjakej. Do të përgjakej Muhamedi alayhis salatu wassalam nga fëmijët e vegjël të cilët e godisnin atë sallallahu alaihi wasallam me gur. Kur e ka pyet Aisha, bashortja e pejgamberit alayhis salam, profetin e Zotit, o i dërguar i Zotit, a ke pas në ditë më të vështirë se sa lufta e Uhudit? Është lufta e dytë që e zhvilluar muslimanët në Medinë, ku u vranë shumë prej muslimanëve. Sa pejgamberi alayhis salam kam pas, dhe ajo ka qenë dita kur unë kam qenë në Taif. Atë dita kur unë kam qenë në Taif, kur kundërshtuan dhe ku e goditën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.